Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Mirë se po takohemi me qëtë mi, një përshëndetje të madhe nga unë Dorontina. Sot për vizit e ka radhen fshati Berish, komuna Malisheves. Mi ju tregu diçka, se po besoj shumica dhe nuk e din, nga ky fshat është ndëgju zëri më i embël në kushtet më të vështira. E kam fjallën gjatë okupimit serb, ju flet Kosova e lirë. Nga ky fshat është dol ky zë i embël, që po besoj shumica e mbon mend ende, edhe unë personalisht e mboj mend që është fëmijë i kom pas dikon 4 vjet, edhe e mboj mend këtë zo, kështu që po shpresoj që sot kemi me kalu mirë, edhe mos harrojmë cek se na shkum deri tek pjesa afër, dështem me pa përse afërmi, se qysh kanë raportu e krejt këtu, mirë po ishte e pa mundur me te i kalu në të pjesën fix ku është ndëgju kizo, për shkak që nuk arrite me dal me makinë, ishte kogja rruga ju e ndërtu me mirë, edhe veç me nej traktor, valloj s'dija kësha mujt me dal, se me kërë nuk arritem, po mjetë shumë arak që nuk arrita me raportu, edhe me pa dhe jo, mirë po, s'ki qati besh. Ja pra dhe rruga Zëri i Liris, Kosova e lirë. Dhe me thonë e keni 2 kilometra afer prej kësaj pjesës ku jam tash, e për me arrit nëse doni dikosh për vizit. Hajde po fillojmë, si gjithë, fshati është shumë i bukur, fshat ky që shkom dëgju, ka dhe heronj, këto njihet komandanti Fatmir Limaj, që ka qenë këto pjesë tash saktën e nuk e di, mirë po kështu kom dëgju, sa i përket se apo shë banor, nuk jem të pa momentalisht, as shpia nuk është që po shë edhe aqë që shumësune për shatra tjera, mirë po sa jenë të banushme kjo mbetet me u pa tash. Reni me ne, na po provojmë, me dëshirë kisha bisedu edhe me këtë personin që është të ardhë, po se di se a ka me pas ko, me ndo pak për neve, ja kisha bo një 2-3 pyetje. Përshëndetje! Si, mirë faleminderit. Si jeni? E lot, shpjegaloni? Jeni banurit i fshatit? Po. Apo më tregon 3 fjalë për fshatin. Për çka njihet fshati ju, sa është i banueshëm, kushtet? Kushtet shumë të mira, dimrit pak e mazar, po mirë, përgjithësi. Kushtet e mira për jetesë. E këtu vera, pranë vera shumë vend i mirë, gjelbrim, ajri i mirë. Po. S'po di, ma mirë unë për jetit nuk dalë në qytet. Po, fshati shumë i mirë, po më intereson sa është i banueshëm. Po është i banueshëm, po ju ku me di sa. S'ka shumë shtëpia. Për shembull, hajde për afërsisht sa shtëpi banimi. Nuk më di sakt, dikon 30, dikon maksimumi nuk. Po. Se shumica pa shpërngulen, dë po vinë, dë qështë kim këshënit frejzoj që vine. Po. Erni kështë me zveti, me banurët këtu, Po. njët një kom fjallin, një një fesa për një qaka shumë, kem mardhënet mira me kajt. Nuk kem dëshka. Po, tash në këtë kohë, po më duket ajo në puna, ku është problemi. Unë veç me vete. Na për puna shumica. Po, a besë nuk zova kur të poshtë, ashtë në rënja 3 lafe me ty në më kalë zë diqka se unë me folë me përshkru qka po shë, mirë po. Edhe unë më punë po qesë të përshemë në zotë. Kërë e kom kësmet. Qa me po. Kështë po më interesën kushtet për jetës jenë të mira? Miren. Nuk muj me thonë diqka që më keqë. Po, dhe me thonë i keni krejt këtu elementarët. Po, muj me në krejtë ujnë, po, ujtë me vëllek sa dush. Shumë mirë. Nuk ka diçka. Sa i mirë, hrica ju? Hrica, orë në, është këmpim kafe.
të shpia. A bën mas Ramazanit? Më falë se dita, se tash të nuk vedi kush për agjeran kush i unë për vitis në punës për mujna. Kjo është individual dhe me mundësi se cili Po m'je keq. Indruma të përshëndetim. Faleminderit. Faleminderit e juve, faleminderit shumë. Miropafshim. Faleminderit, kalosh mirë. Na po vazhdojmë. Sa fshat i bukur, shat malor, më tha ky banor i kësaj zone që është i banueshëm, jo dhe aqaq, mi po gjithkosh me punë të veta edhe besa edhe detyrohen me lënë fshatin. Sa e bukur kje pomja, edhe kje pomja, mo fshati thot, po m'duket që sot nuk pasna çka me ju tregu, se po m'bje me fol veçone, edhe plus asoj, nuk e kam edhe drejten me fol kur nuk kam një huri me ju dezinformu. Kjo pjesa këtu, po shihet që këtu ka punime, sa e bukur e shini, çfarë peizazhi. Shumë bukur, mirë po se di shtëpia që është këtu afër kësaj pjese nuk po duket e banueshme, përveç ajo shtëpia tjetër po duket që është dikosh. Po vazhdojmë, e po është dikon të lëviz, po se ka hymin. Erdhëm këtë pjesën këtu poshtë, unë e poshtë dikon në barë, të shofëm apo në i hapë dyrt, po provojmë, mirë shkon me ndo një 5 minuta për neve, me na tregu diçka rreth fshatit, qenin e paska sa të dihet. Oj, zoti shpis! A është dikush kësajte? A mune me vazhdu? A e keni që qenë të lidhëm? Okej. Nuk banoni? Apo? Përshëndetje, a je mirë që ka dole, qësh je Dorontina, a je lotë, qësh je? Qësh po kaloni? Kemi orë me vizitu sot fshatin e ju. Po? Me po jetesen, qka po boni, qka po punoni? Ne jetoj ma shumë me bëjtësi, Po. edhe shumica fshatit veç ka nisë me dalë, nështë e keni po madhe, vetë pashmërën kule. Po shumë fshat po shesh, Po. pse kështu? Pa nuk e di, pa me lojnë për ma mirë, pa me lojnë se gjojnë një jetë ma të mirë, ma shkurt janë dalë që edhe qëtu kam një ma dalë, të e gjithë në këhen vikend rrën. E ona jem konë që të jetohu mirë, pa jem dalë që t'jena. Po që ki, që ke shpia që të fel që po shita? Dy ka qatë që tani shkrymë edhe pim ka një kafe aty. Falemderit, po Se jemi me bile- Ramazan. Po ani shala e bëha ka bullë. Po. Falemderit shumë. E ma shkurt. Po edhe nuk e kam gojle heq edhe me dalë para kam, jo heq s'prej shpun. Jo, se unë Mirë, njësa po- që jenë të diskutu diçka veç për fshatin, Po. edhe për punën që e boni me çka mirëni. Ma shumë po doni? ma si tanë fshatat me bëjtësi mirëm, që është atë sa munden, mirë po që të mbas që të vitet e funit shumë edhe janë dalë. Janë të shpërngull, pa me lejnë për një jetë ma të mirë njerëzit. Kush që shëdin ata, po. Kështu Nga që me disa banorë unë që fola thanë që këto kushtet për jetesë janë të mira. Ta është kushtet për jetesë A ndoshta shumica po i lojnë vendin se po kanë qef qytet,
Vallai këta të rritë këta të rritë pa menojtë që është ma mirë. Se one nashta dhe me mbësh nuk janë qa që i shty mirë, po one për vete ma shumë me kom pas ja vlenë më monë me bëjtësi, se me shku me t'ka dikush për shembull edhe ndërtim me këta dion. Se kom punu, po thoj se ta na punë tani. Mirë po, ma e mirë se me që të zanat që e bili që të bakti janë të mija që të e qëva, më dhe këtë ma e mirë është. Edhe gjonë ka herë kuh me përshu e je ka shpija, je që të ma shkot, ajri pas të kajt janë. Vetë shef, vetë. Qaja, po. Se i kom po, dhe misionet kom po, më ka pëlqy që të kom po, kështu në për dhe fshatra të shku mirë, po, ashtë puna se nuk e di për që ka për Armenia me dalë në më hek për... A ke po në gjdo fshat në të gjej banor? Shumë e vërtet edhe për mu po është problem. Po, bre, kom po bilisht ashtë mromi një fa Hasan Balicën. Tani po detyru në myhin në shpe. Po, se e mirë, që një 2-3 ditë bile ku për cilat emision, fort është burë mira i sen, ja mirë për sen, mirë për te ishe kom me vizitu atë. Edhe po është se fyllit e fjallët mira i ploki. E së da e fa taksirot ju, a qysh me thonë që erdha me ju vizitu juve? Pa nuk e di, në ju poshtë në rrugë që të orë, por nuk e di, tha për çka pa venit anejve që... Po, derisa u afrova nuk më njofte se largë. Jo, vallai, a më të thonë drejtën si të poshtë të pru e dita, se të kom po në për misione, po. O tu të qa prej qenit, tani thash ati mu stafruna derisa vjen pronori pak. I vllavit, është i vllavit, ka lidhë që të mirë, por nuk është se edhe mos në banë zravë është. Po nëse neve që në A i një kona i herë jo kështë në kanal në bjesh në Berisha, veç për herët po. Për herët po. Po. Sa më kështë me, nëse ka diçka me na të regu, për fshatin ose me na qumë në i vend, në i shumë shku, edhe me na të regu në i... O, tybe nuk pa di një rrugë që ka ashtë bo për lidhët me dhe për shneke dhe fort mirë e bo që kjo rrugë, është shkurten me kilometra ma shumë Berishën. Nderum më thatë që mirë në me lupë. Sa copa i keni? Po për momentin janë dikon ja 15 krerë. Kena pasur ma herë dhe me që të dikon nga 20 dhe mirë, po të qarkullu me tu, që është jetë është. Heri, po ndërën ka pak e ma shkort, kur ka herë zaglavit me do të me shqit në jo. Qështu? Sa ja ke pa hajrë, sa punë? Vallahi me thonë drejten, mirë ja kom pa hajrë. Nuk është që ka ku me ditë shka që fitim tepër të madhë, po është një fa fitimi mirë. Normalisht janë edhe shpenzimet. Janë dhe shpenzime mirë, por na me thonë drejten, babë valgjësh, kemi jetu me tu. Kemi jetu me tu edhe janë dhe halat dhe kushnajti me që mirën me tu edhe janë ko gjatë shkno. E kanë vullnetin, kur o vullnetin gjithë punë, ma më Armenia se ka me konë sukses me mirë, po kur nuk o vullneti, asë një punë s'ka me pas sukses. Po, a kina i plan me rrit këtë numër me zgjeru Po të krerëve? mendoj nëse u mipet mundësia, mendoj me së madhu, mirë, po edhe aqë shumë ju, se ta shte këta, kush e di ka shkujnë, djemë të e mirë shambull. Nashta une këqyrë me rritë shtallën mirë, por nashta edhe jetë dikur që ashtu, kur në nisit ashtë edhe më plau, kur nuk jam moj shumë me ushtru këtë biznes, atëherë nashta me të që ashtu kështu, sot moj me mundësit e mija, do të munduhem. Po me interesën edhe e ke pas dikon ndihmis, apo me mjete vetanake? Me thonë drejten, krah djath e kom pas një farë artër në Berishën, djallë të migje, sa i tash në dëllet në kanad. Unë jam edhe me vëllazën jem ta mirë për, ajë në shumë të në aspektet, nashta kom pa haj pëtina ma shumë se për vëllazën. Edhe ata dhët me falendru atje ku në dëllet, se ja kam obligim me falendru, se ajë më ka përkrat dhe në pikën e funit. Edhe kështu që Vllaznia jenë marrë edhe këta me hitin punë? Vllaznia jenë marrë ka pak me këta, po ma pak me këtë biznes. E anë e pak, ati që ma jo kom vesh ma mirë kësoj la mirë po, e kam me ndihmen sa dhe pak të arten Berishës. Si unë ka përkrahaj djallë dhe i kam krejt prujnët e tina që nuk u me ras që ra, mirë po me jep falas. Ta shti kur një njerit një bën, unë nuk jam në rrugë të Zotit kur nuk e falendrej atë person, kështu që e falendrej fort nga zemra artën Berishën, edhe tashti nuk e di çka më i meshtu më shumë. Jo falendrej juve për kuhen që keni gjetë në këtu me na vizitu neve si fshat, mirë për nashta dhe keni taku dhe ne i kanë, nashta edhe takoni ne i kanë këtu, po të njëjtit merren po me këtë biznes. Po shpresojmë që kemi me taku njerëz si ju, edhe mbetet me u po deri në fund. Atë përshëndesëm, faleminderit për kohën, Zoti ju dhash krejt mirat. Faleminderit shumë, mirupafshim. E vazhdojmë rrugtimin ton.
Ishte një muhabet i lezetshëm. Na i tregoj disa gjona që ka i ndëgjut edhe jo, pak a shumë për punën që e bën, qysh ja ka po hojrin, edhe po m'duket mëre që pasha zoten, ka që dojnë me njës me umirë prap me lup njerëzit e me bakti, se në fitim prur se po shke far pune. Kanë me shku të u këthy qytetarët në për katune, prap. Normalisht ke punë të në disiplin, shumë të modhe, edhe me konë strikt, për ndryshe nuk e arrin qëllimin. Përshëndetje i dërum. Përshëndetje zoj. A jeni asi jeni? Mirë jemi, shnesh, mirë jemi. Qish po kaloni? Shumë bukur, mirë shumë. Na vjen mirë. Unë e dola në fshatin e jumë një vizit një u jep, kështu si çdo fshat tjetër në Kosovë, pak a shumë ndoshta më ke po. Po, shumë bukur. Po, fillimisht është shumë bosh vendi. Çka ka ndodhur me fshatin e ju? Po zakonisht fshati jon është fshat si duket kodrinor malor. Mirë po është një dukuri bukur e ranë, si në gjithë Kosovën, që rinia po na migrojnë, po dalin jashtë. Gjendja ekonomike, papunësia, gjitha po ndikojnë, edhe kjo, unë mendoj se edhe ky faktor është që kam dalë jashtë njerëzit. Po me gjitha ta është fshati madh, historikisht është shumë fshat i njohur, shumë fshat me background madh historik e kombëtar. Mirë, po nuk ka shumë banor, dikon 30 shtëpi në gjej fshati Berish, por është fshat që thash, edhe njerë fshat historik, fshati i Tahir Berishës, një ndër pleshnarët më të mëdhenj të Kosovë, Rifat Berishës, i vrarë në 49 nga forcat serbo-jugoslave. Fshat historik, gjatë luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, tu ka qenë bazat kryesore, kanë qenë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, kanë qenë Kosova e Lirë dhe Kosova Presi. Zbashku me fshatin e ri, Klez, Divjak, janë vargmalet e Berishës të quajtura edhe ashtu, janë fshat me një tradit të lashtë, kombëtare, historike, fshat që nuk është shkel kur nga forca e okupatorit fashist të sërbë. Nga ky fshat ju flet Kosova e Lirë. Nga ky fshat A din diçka me na tregu ma hollësisht, na kishim pas dëshirë me shkolla përse afërmi, po nuk është që nuk tentum, po rruga është katastrofë, isha nej. Është rruga po bukur e keq tek unë. Mirë, po shtëpia muzeu këtu të shtëpia muzeu, ai nuk kam me pa shtëpinë muzeu. Është shtëpia muzeu, tash shko çikëna e kia pas. Ndalem krejt në fillim këtu. Ka 500 metra e ki shtëpia muzeu është Kosova e Lirë. Kosova e Lirë ka filluar zëri i Kosovës Lirë ndëgjuar nga fshati Berish, nga këtu. Jehuna e madhe, dihet historia e saj, ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm, ka dhënë një informat gjithë kombit shqiptar, se për ndodhit që ka ndodhur, çka ka ndodhur. A din më na tregu për gjatë asaj kohe, ju personalisht, a keni diçka që na nuk e dim, basi edhe je banori këtij fshati, po më intereson kjo pjesa kur është informu shteti jon, vendi jon, kur në atë kohë domethënë s'kemi pas, po mundesh me nolë se sa zhurmë në mbret djalë për na bën. Domethënë kur në atë kohë jemi kanë krejt kështu total të mbyllëm, jemi informu për një radio, për një zonë tëmbël, ju flet Kosova e Lirë. Ai zë jambel bashkë nga ky fshat ka filluar, edhe këtu e ka përfunduar deri në shkërim. Ka qenë një punë kolosale, ka qenë një punë bukur sfiduese, bukur e zërshme, bukur e rëndë, dhe rrezikshme me pasoja, me bombardime si të aviacionit serb me 27 mars, kur nga ky fshat është vrarë Elbasan Jakub Berisha nga bombardimet serbe. Ishte në zonë si shkollës tonë, 7-8 plagosur. Ata kanë ardhur me na qit fare këtë, po do është fati, nuk kemi pas më shumë dome se ai djalë që është ra. Po më intereson për gjatë bombardimeve, për gjatë situatës, luftës, a i një ju personalisht atjete ju flet Kosova e Lirë? I flet Kosova e Lirë, jo për atje ka shkuën në prill. Me 4 janar, ka fillu këtu, ka fillu nga shtëpia e Asla Berishës, një kushërinjë të më të ofër, ka fillu atje Kosova e Lirë, me ekipën e vetë.
Po nga pamundësia për me qëndru këtu, kanë shku atje në atë kodrën atje të quajtur Pallanik, e kanë marru punkën edhe tani aty. Zëri i Kosovës lidhur në Set Pëllonës është dëgjuar nga aty deri në përfundim. Pija e ujit ka shkuar në Prishtinë pas 6 muaj çlirimi i vendit. Zë që nuk harruat ajo. Zë i pa harruar, zë i dashur për të gjithë shqiptarët, ka e kanë dëgjuar, ka qenë emocionuese, ka qenë dritarja e vetme e informimit nga zonat e luftës që i kanë raportuar. Ajo më me thonë ka një pikë ujë kështu shpresë. Ne kemi pas shpresë vetme. E të gjithë shqiptarëve ka qenë shpresa vetme. Këtu ka pas një popullat të dyndër aq shumë dikun mbi 80.000 kanë qenë popullat civile. So ne ka një farë udhëheci, farë komandanti ushtarak civil, fshatit, edhe në bashkëpunim me ushtrinë shërimtare, në komandën e komandant Çelikut Fatmir Limës, i cili po mos ishte komanda e tij, udhëheqja e tij, i vetmi vend që nuk është shkel Berisha. Duke pas parasysh dikon mbi 80.000 popullat civile kanë qenë për këto gryka, ushtar tanë, në komandën e Fatmir Limës e kanë mbrojt. Edhe popullatën, edhe kanë mbrojt këtë vend, edhe kanë mbrojt institucionet Kosova e Lirë, Kosova Presi, Divjo ka qenë spitali ushtarak. Qeveria e parë e përkohshme ka qenë fshati i ri, ka qenë ku kanë ardhur edhe emisarët e parë që kanë ardhur te NATO-s dhe ata që shtëpia. Po, aty. Nga aty ka filluar qeveria e parë e shqiptarëve. I mësum shumë të panjohura që nuk i kemi ditë, po besoj edhe shumë të publikut. Thash një fshat i vogël, por nga numri, po me histori të madhe është. Por nga historia është një fshat i madh, një kontribut jashtëzakonshëm të madh ka dhënë gjatë luftës. Është dashur mi stërhu, na jemi kon fshat i vogël, u dosh krejt ata njerëz mbi u gjetën. Atëherë një kashurë buk me diku i ka qenë mano e madhe, sa ka krizë, u dosh mi stërhu, e mi orientu, edhe mi u gjetën mundësi për një vend, për një banim, për një diçka. Që 80% kanë qenë për gryka. Po nën komandën e Fatmir Limës është mbrojtën. Kjo popullat, këto institucione, pikë ujit ka boru edhe ka përfunduar derisa është liria jo shumë e pritur. Që është la shumë e gjak, lavdi gjithë dëshmorëve, gjithë të rënëve, lavdi u koftë edhe këtyne që janë sot gjallë, se na kanë janë vish ata, po edhe këta gjallët kanë dhënë kontribut madh, që është një skepticizëm i madh ndaj qeverisë tonë që pak kanë bëu për veteranët, pak kanë bëu për familjet e dëshmorëve, do është më shumë. Më punu më shumë po bëu. E vërtet, i ndërrum atë përshëndes, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit për jush, keni gjithë po i dalën, më na më na vizituar. Shpresoj që kemi me kalu në një me vazhdu qitë pjesë rrugës, me se shfarë rrugën Kosova, shihni tabelën Kosova e Lirë, është shtëpia muzej Kosova e Lirë, më në me shumë e ba aty një gjysë. Po, na po dina me vazhdu kështë, mos po e shumë do një banorë rrugës. Qa po qesh? Gjëzërë vishjeze s'ka. Edhe dikush në punë, dikush edhe kësa dhe po punën, ka pak, dikush po shkon mirë ka pak me blektori, dikush është që thujëm në katonoshe mas gjonve. Po sot e kanë shumë të letë me më kry se jam me Ramazan dhe veç një laf. A mos me ko Ramazani? I përshëndes, me të mira, faleminderit shumë që vazhdo. Miqtë e mi, siç ju premtova, na erdhëm te vendi ku është bërë raportimi për herë të parë me 4 janar viti 1999. Na po hym, nëse kona i hymje për me po përse afërmi ju, është rrethume krejt me tela, mirë po besoj që pak a shumë jeni tu e po, çka unë po shoh, po shën edhe ju. Se di sa muaj me raportu ta shone edhe me spjegu, edhe me paraqit krejt. Arritëm edhe me hymë mrena, të shofëm, edhe ashtu jëmë konë shumë kurrështare me po, e të regova, hajtë po fillojmë asë pori këtë,
të shë, e tregova qysh e vogël e mbaj mend këtë zë, ju flet Kosova e lirë, çfarë sakrifice dhe më thonë, mos të arrejme cekë se një banur më tregoj që këtu kanë fillu fillimisht, tani e kanë ndru lokacionin për shkak që këtu konë, si të thëmë, në qender, edhe bombardimet jenë kohë të vazhdueshme, normalisht jenë kohë të rrezikum, edhe nuk e kanë marrë atë guximin me vazhdu me raportu nga ky vend, me qenë se është këtë në fillim të rrugës, por që me kalu të ajo pjesa tjetër se ku e kanë vazhdu lokacionin pikën tjetër, që shëthaj me bunkera, atje nuk arriti me shku se është rrugë e padepërtueshme. Është goxha e vështirë, nuk i kemi mjetet, e kemi makinën mirë, po jo për me kalu qatë pjesë. Sikur të kisha pas në i banur këtu me më tregu diçka më hollësish, për shembull, kjo makina, po besoj që me këto e kanë pas transport, gazetarë cilë kanë punu dhe kanë raportu gjatë asoj kohe, unë po dyshoj që u ka një ty nëse nuk e di sakt, nuk e kam këtë informacion, mirë po, këto janë dëshmi, ma të mira, për me po krejt bota, nga jo që ka na kemi kalu, edhe javdi krejt dëshmurve, ata që kanë rro për liri mirë, po edhe ata që kanë kontribu për vendin gjatë asoj kohë, por që jenë të gjallë, se sot falë tyne e gëzojmë lirin, edhe unë personalisht mos tishin ata, aso nësë kisha dalë këtu me raportu edhe me kap mikrofonin, edhe me vazhdu jetën. Lavdi për jetëshme gjithve, nuk kam qka me shtu ma shumë, për shkak që nuk është që kam informacione diçka ma shtes, këtu janë informacione cilat unë arrita me i marë prej banorve, edhe ju premtova që kom e orë të vendi, erdha, edhe nga jo që kam thanë banorët, o mundova me fjallët mija, me bo një përshkrim, do shta nuk e kom bo përshkrimin tamon sa e meritojnë, mirë po ka që kisha informacione. Tash po jem korrështore me po edhe atë pjesën, hajde po në shme kalu, edhe zhvendosin e dytë ku e kanë bon, atje thanë që jenë konë ma të sigurt edhe në bunkerve që të mbyllë diren. Kështu që ne po vazhdojmë këtë rrugtimin ton tashme e dini. Vendi shumë i bukur, kjo zonë, po ma jep edhe atë ndjesin, masi që jenë zhvillu luftrat më mëdha në këtë vend, edhe e ceka në fillim në krye me komandantin, Fatmir Limaj. Pas kanë qenë dy të rinj të dashuruar, nuk kanë kohë me nërë makinën, me fol me mu. A vazhdojmë? Sa e bukur kjo pjesa malore, e se kjo shtëpi, apo qka është, nuk e di, jem të i pa dhe punëtor. Une, në gjdo fshat që shkoj nuk është që anoj, mirë po, i du njerëz të bukur, njerëz të mirë, e kam fjallën njerëz të bukur shpirtnisht. E kam fjallën shpirtnisht, kur bisedojnë me neve, na presin mirë, edhe unë tani e kam atletë se kam qka me ju tregu dhe me qitën pa, normalisht, si gazetare, kam dëshirë gjithmonë me qitën pa gjona të mira. Ju pas ka prish plugu, tash e kisha shti këtë kolegon tem i kish ndihmu, po edhe ishtë nervoz. Këtë lëtë gjillë më nëzi po shë.
Dhe më thonë, miqtë e mi, si që ndëgjut, është përfundimi i fshatit, nuk ka shtëpi. Kështu që, tash po e dini që unë më do të më ju përshëndet, se nuk kam qysh me funksionu në pa shtëpia, pa banor. Ishte një fshat shumë i mirë, i qetë sa dush, krejt silent, qetësi do më thonë absolute. Më thanë që jenë kushtet e mira, mirë po që se cili e ka zgjedhat rrugën, i ka se cili punë të veta, pse edhe arsyet e veta, pse e ka lënë fshatin, gjithsesi ne e kalom një ditë mirë, por jo që shumë e du, për shkak që du me fol me pas sa ma shumë banor, me pas që më ju tregu juve, edhe kështu që i erdhem fundit, unë një përshëndes, shpresoj që kemi me u pa për ditë mira e deri në takimin tonë të ardhshëm. Mirëmbëjtje.